Vlerat e luftës pa një ligj specifik mbrojtës shpesh mbeten subjekti interpretimeve, qofshin ato politike, grupore apo edhe klanore. Pas përfundimit të luftës, ndër vite janë dhënë shumë deklarata publike kontradiktore. Janë botuar një sër librash që me kohë janë shfrytzuar edhe për dëmtim të imazhit të vlerave të luftës, si dhe janë shfaqur shumë ekspozita, shumica nga të cilat nën ombrellën e shumë organizatave jo qeveritare, ku shpesh personat e caktuar kanë shpërndar edhe dezinformata lidhur me vlerat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pavarësisht kësaj, thuaj se askush nuk u ndëshkua, ndaj për herë të parë ideja e një kornize ligjore ku simbolet dhe historia e luftës të kenë mbrojtje institucionale ka bërë bashkë të gjitha subjektet politike, për t'i thënë mjaft shfrytëzimit të historisë për përfitime vetanake dhe përçarje. Atëherë kur qeveria, gjithsesi ministria, përkat se bën një iniciativë të tillë, do të ishte mirë se ardhur dhe ne do ta mirëpresim, do të japim kontributin tonë padyshim të pakursyer. Trashëgimia e historisë duhet i lihet të rinjeve të Kosovës dhe ata duhet të kenë me fakte dhe të dokumentuara gjithë ato çfarë ka ndodhur më përpara. Unë gjithmonë po e cek që kujtesa kolektive është shumë e rëndësishme në atë formë që në asnjë moment të mos deformohet ose devijohet identiteti i Kosovës. Kemi parë në vazhdimsi që ka pas deformim, devijim të qëllimshëm, shkruarje librash, atakim të figurave historike dhe askush nuk ka marrë përgjegjësi apo nuk ka dhënë përgjegjësi para organeve hetimore. Vendi jonë është përballuar me vlera të ndryshme, me sfida të ndryshme, andaj sot është momenti që një ligj të vijë në kuvent, të rregullohet ashtu siç i ka hije vendi tonë. Një ekspozit me të dhëna të pasakta për masakrat e luftës së fundit në Kosovë nxiti reagime nga më të ndryshmet, e bashkë me themelimin e gjykatës speciale dhe dënimi krimeve të luftës, ishin temë debati në takimin e Komisionit për vlerat e luftës çlirimtare, duke përplasur sërish pozitën dhe opozitën. Se ti lype një person, a unë po tham ke votu leq. Një prej votuesve je dhe ti. Ligjin për amnistit kriminalëve. Mirë dhe tash? Po mirë dhe tash. Javën e ardhshme për raportim para Komisionit uftua dhe i pari dikasterit për vlerat e luftës çlirimtare, ministri Anden Hoti.